Më shumë se 48 orë pasi u publikua në mediat online rasti një pacienti 52 vjeçar nga Durrësi, i cili ishte gjetur i braktisur në ambientet e portit të peshkimit, ka ardhur reagimi i Ministrisë së Shëndetësisë. Në një komunikat për mediat, Dikasteri i Shëndetësisë ka urdhëruar nisjen e një hetimi të thelluar administrativ lidhur me trajtimin e rastit të pacientit 52 vjeçar me iniciale AA. Pas ditën e së mërkurës, ai u nështrua një ndërhyrje kirurgjikale në spitalin e Durrësit, vetëm disa orë pasi 52 vjeçari ishte rikthyer në ambientet spitalore dhe sipas mjekut Naim Mediu, që kreu operacionin, gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar dhe pacienti ndodhet në repartin e terapisë intensive. Në komunikatën për shtyp, Ministria thekson se hetimi administrativ do të shqyrtojë në mënyrë të plotë, jo vetëm procedurat dhe masat e marra nga struktura spitalore, por edhe veprimet dhe përgjegjësitë e strukturave të shërbimit social të përfshira në këtë rast. Në kuadër të këtij procesi, drejtuesit e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe të shërbimit social shtetëror janë në terren për të kryer verifikime të drejtpërdrejta dhe për të mbikëqyrur procesin e hetimit administrativ të strukturave në qytetin e Durrësit. Ndërkohë, pacienti ndodhet në kujdesin e strukturave shëndetësore në Spitalin Rajonal të Durrësit. Gjithashtu, po verifikohet i gjithë dokumentacioni shëndetësor dhe administrativ, si edhe përgjegjësia e personave të përfshirë në menaxhimin dhe transportimin e pacientit. Ky është tani. Ai është braktisur nga... Një ditë më parë, gazetarë dhe emisione investigative publikuan fakte se 52 vjeçari ishte dërguar me ambulancë në portin e peshkimit, ku edhe punonte kohë më parë dhe ishte lënë aty i vetëm. Vetëm pas mediatizimit të rastit, pacienti u kthye në spitalin e Durrësit dhe u operua. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbetet e angazhuar për të garantuar transparencë të plotë, zbardhjen e të gjitha rrethanave të këtij rasti dhe marrjen e çdo mase administrative apo ligjore që do të rezultojë nevojshme.